Ndërsa rreshtit me intensitet po vijojnë prej disa ditësh në qarkun e Shkodrës në bashkinë VUD-s, situata duket e qetë. Një prej problematikave të kësaj zone ishte dalja nga shtrati Projekt të Glinës, i cili përmbyti mbi 100 shtëpi një muaj më parë. Ndërsa ndërhyrja e bërë nga Bashkia VUD-s në bashkëpunim me Bordin e Kullimit për pastrimin e Projekt, si dhe për forcimin e rrugës e cila kishte pësuar shembje, duket se kanë përmirësuar situatën. Banorët thonë se duhet pastrohen të gjitha kanalet, se e vetmja mënyrë për të evituar përmbytjet. Shumë i frikshëm, pse se përmbyt hyp, kalon jashtë atë në kodratit ti. Fotet ujtë, unë kam shpinë qadje, mos më ka bon gjandam. Si ju duket? Këto punime që janë bos fundmi. Paka zotër, kur që në të kje bon s'ka visht mirë. I shërben për me evitu përmbytjet? Pa, shërben se zban bili. Se janë rrëmat të shumë të te. Zona Puks, rruga që shkën për Puk, në këtë anë, aprori që bën ujtë e dënjas. Do të me pasru atje kanalin e mahë, të ura atje, po pasru e kanali atje, të më thënë e shkën rjallëqën, e shkën e bjenë drinja atje. Të reshit që kanë ra të shikon kërë? Ja, të shja. Të s'kanë ra shumë të i ka zonë. Po herë tjetër? Herë tjetër nga ka mytë krejt. Po për zotën, të torë dhe që ka kene ishte, i ka morë, krejt. Rreth 125 familje u preken nga përmbytjet e fundetorit në territorin e Bashkisë VUD-s si rezultat i vërshimit të Projekt të Glinës nga rreshtet e krijuara. Autoritetet lokale kërkojnë që rehabilitimi i Projekt të Glinës të bëhet pjesë e projekteve prioritare si garanci që VUD-s të mos përballet me përmbytje.